Mirë mbrëma, mirë se po takohemi në studion e emisionit Zoom. Në një kohë kur bota përballet me tensionet e reja gjeopolitike nga konflikti në Ukrainë deri te përplasjet Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Maqedonia e Veriut duket se po kërkon pozicionin e saj në këtë pejsazh të ndërlikuar. Vizita e fundit e kryeministrit Hristijan Mickoski në Budapest dhe takimi me kryeministrin hungarez Viktor Orban kanë hapur pyetje të reja mbi orientimin politik dhe diplomatik të vendit. Apo krijohen aleanca të reja që mund të ndikojnë në rrugën euroatlantike të Maqedonisë dhe si do të reflektojnë këto zhvillime në politikën rajonale dhe globale. Sonte në Zoom analizojmë të gjitha këto së bashku me të ftuarit tanë. Murat Aliu, profesor universitar. Profesor, përshëndetje dhe mirë se erdhe në Zoom. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Bekim Adili, publicist. Zoti Adili, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Zoom. Faleminderit për ftesën. Si dhe Amir Shabani, analist, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Amir, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Knasia është e imja të kem këtu në këtë panel për të diskutuar rreth zhvillimeve gjeopolitike. Do të nisim diskutimin në kontekstin Ukrainë, SBA dhe Bashkimi Evropian, apo ndryshon balanca globale e pushtetit. Profesor, sheri në mes Donald Trumpit, presidentit të SBA-ve dhe atij Ukrainas Volodymyr Zelensky në zyrën ovale në shtëpinë e bardhë, sikur ngriti pikpyetje të shumta në aspekte asaj se apo ndryshon balanca globale e pushtetit. Si e komenton këtë? Realisht mendoj që nuk ka dha shumë për të habitur apo çuditur sigurisht. Ai diskutimi në shtëpinë ovale është një diskutim, një bisedë pa precedent. Jo vetëm brenda shtëpisë së bardhë, por edhe le të themi në historinë e marrëdhënieve diplomatike, të paktën publikisht. Unë nuk kam lexuar ndonjëherë një diskutim të ketë ndodhur të tillë. Por ideja është që edhe nuk duhet shumë habitur pasi që Donald Trump, le të themi, ne kemi një përvojë me të, ai ka qenë president një mandat 2016-2020 dhe gjatë kampanjës së tij pak a shumë ai shqaroi apo qëndrimet e tij dhe le të themi kështu hedhi drinë mbi atë se si do të qeverisë në këtë mandat. Tani unë nuk mund ta di liderët evropianë, le të themi, në këtë rast a kanë pritur kaq shumë, se duket të një shikim parë, duket që është një lloj ndryshim radikal apo një shkëputje radikale nga politika tradicionale amerikane, të paktën që nga 45 e këndej, po sido të qoftë duket që po ekuilibrat po zhvendosen, sigur edhe tani me pas një lloj rikthimi, një tentativë për rikthim pozicionit më parashme, kjo nuk do të ndodhë, pasi që marrëdhëniet ndërkombëtare janë aq të ndjeshme, saqë një herë kur thyet besimi, le të themi, riparimi i tyre është shumë i vështirë. Por megjithatë kam përshtypjen që do të më prit pagës për me pasi çfarë do të ndodhë, por një gjë është e sigurt që gjërat po ndryshojnë dhe sigurisht ai ndryshimi kryesor apo krucial që ka ndodhur është në raportet ndërmjet Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian apo mendoni që ekziston tensioni i vërtet në këtë? Besoj që po, se edhe tani hapat apo politikat e zotit Trump pas marrjes së mandatit të tij e dëshmojnë një diçka të tillë, megjithëse shpesh ne shohim që ka edhe reterim në vendime, në pozicione, në qëndrime, në fjalime, po sido të qoftë besoj që ekziston një tension, por e mira gjithë kësaj është që Bashkimi Evropian nuk, le të themi, nuk përkul apo nuk aq shpejt para, le të themi, këtyre deklaratave kërcënuese të zotit Trump, për arsye që e pam ne pas atij debati që ndodhi në shtëpinë e bardhë, menjëherë Britania e Madhe të nesërmen priti Zelensky në Londër, ku i dhani mbështetje plot dhe menjëherë mas 2 ditë. Dhe jo vetëm Britania, mas 2 ditë kishim edhe summitin, do që Europa dëshmoj që, apo le themi, po na e bën me dije që ne do të vazhdojmë këtë politikë që kena pas deri tani edhe përkundër Shteteve Bashkuara të Amerikës. Zoti Adili, si keni parë këto zhvillimet e fundit gjeopolitike? Atëherë, jo vetëm unë,
por i gjithë opinioni botror që nga ardhja e presidentit Trump në Shtëpinë e Bardhë, po i shikon me vëmendje në kontekst të një politike krejtësisht tjetër nga ajo çfarë ne jemi mësuar që të shohim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në kuptim të kësaj, zhvillimet janë kaq shumë radikale, të papritshme dhe deklaratat edhe vendimet të cilat shoqëron në disa raste dhe asaj çfarë i qëndron Donald Trump në atë çfarë quhet politike jashtme në kontekst me interesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sa kaq shumë zhvillime ka, unë them se është e vështirë dhe ekspertët më të thukur ndërkombëtar për t'i rënë në fije kësaj lloj situate, jo më ne që jemi në periferi të këtyre ngjarjeve, jemi vëzhgues, përpiqemi që të jemi, si thua, nga larg njerëz të cilët realisht ndjekim për shkak se dhe na shqetëson i gjithë ky zhvillim në politikën globale, se lidhet edhe me interesin ton rajonal edhe të shqiptarëve. Dhe kur jemi këtu duhet të bëjmë një ndërlidhje për faktin se jemi edhe në një datë shumë të rëndësishme. Jemi sot data 11 mars dhe 11 marsi për shqiptarët është një moment historik, vrulli i jashtëzakonshëm i botës studentore të vitit 81, demonstratat e atëhershme që realisht piknisja e rënjes së Jugosllavisë ishte aty, nga ku vra frika tek shqiptarët, ku elitat akademike morën guxim për të artikuluar çështjen kombëtare, por jo vetëm kaq edhe adhetare veprimtarë tjerë në lëvizjet ilegale deri tek ardhja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, sakrifikuan gjithçka për të shkëputur Kosovën nga Serbia, ku padyshim duhet thënë fal edhe ndërhyrjes së shteteve mike demokratike të botës udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përse po tendsoj këtë? Sepse në syt e qytetarit, por dhe të analizëve, edhe të studiosëve, Amerika është parë si një shtet i botës së lirë, që nga koha e Rooseveltit, i cili vendosi atë parimin e vetëvendosjes, dhe nga lufta e dytë botërore deri në ndërhyrjen në Kosovë. Ndërkaq që tani po shohim domethënë një politikë krejt tjetër, që në tavolinë vendos kushte. Pra kanë rënë parimet mbi të cilat Amerika ka qenë një përkujdesje e popujve të cilët kanë qenë të shtypur. Në qoftë se deri dje popujt e shtypur kishin si thua shpresën tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke luftuar në parimet e të drejtës të lirive për të sjellë demokraci, sovranitetin e kështu me radhë, sot shohim një politikë krejt tjetër, politikë të cilën shumë analistë e quajnë edhe të aspektit tregtar në kontekst të asaj çfarë do m'japish që të ndihmoj, që nuk kanë qenë në parimet e politikës amerikane në diplomacinë e jashtme këtë lloj parimesh. Kjo më shumë ti na shqetëson. Për faktin se janë vendosur kushte dhe jo rastësisht atë që tha profesori mbështes, mori simpati Zelenski, se nuk pranoi ato lloj kushte të cilat vendosnin në pikpyetje territorin e Ukrainës, sovranitetin. Sa do të kjo Zelenski? Nuk e dim sa do të kushtoj, jo vetëm Zelenskit, por sa do i kushtoj botës së lirë demokratike, sa do i kushtoj Europës dhe neve në rajon. Mos harrom, domethënë që lufta e dytë botërore filloi pikërisht nga një neglizhencë e vendeve tjera, kur Hitleri e pushtoi Poloninë, mendonjë se do të ndalojë aty, vazhdoi me Austrinë, vazhdoi me shtetet tjera, dhe këtë frikë sot ushqen Europa, që mos i ndodhi domethënë nga Putini. Kjo lloj ekspansioni nga Rusia, nga Ukraina në territore në shtetet tjera. Dhe qëndrimi amerikan, i cili në këtë rast duket më afër Rusisë se sa Europës, padyshim që sjell një shqetësim për të gjithë, përfshirë edhe neve këtu. Në kontekst të kësaj, mendoj se zhvillimet mund të jenë interesante, uroj që mos jenë të natyrës që realisht ta imponojnë një lloj ndarje territoriale të Ukrainës, sepse kjo pastaj do të ketë atë efektin domino edhe në rajonin tonë, padyshim edhe në vende tjera, që sjell një destabilitet edhe një riciklim të situatave, uroj që mos jetë atill të cilat ne kemi provuar përpara disa dekadash. Zoti Shabani, mendimi juaj në lidhje me këtë diskutim që po e bëjmë, sipas jush apo ndryshojnë balancat globale? Mendoj se është e qartë edhe prej vend pamjes që ka qenë që nga zyra ovale që ka qenë takimi me presidentin e Ukrainës, Zelenskin, i cili do të thotë mori një feedback nga pala amerikane jo të këndshme. Madje edhe në
shikohet në protokoll diplomatik, thotë ndërhyrja e tepërt ka qenë edhe zëvendës presidentit amerikan, i cili do të thotë vazhdimisht ka bërë një degradim të vazhdueshëm ndaj presidentit të Ukrainës, ku do të thotë me një farë forme u vrej sigur rënja e perdës nga ajo se si është shfaqur deri tani SBA-ja në aspektin e demokracisë, lirisë së shprehjes dhe do të marrëdhënieve ndërkombëtare që ndoshta ka bartur do të them atë flamurin e diplomacisë, mirë po me atë takim duket se kjo është degraduar pak a shumë dhe po meritat do të thotë ka marrë presidenti Ukrainës Zelenski, them në Bashkimin Evropian, madje edhe pritja ka qenë ndoshta edhe pritje heroike në Mbretërinë e Bashkuar dhe shihet se do të jenë thotë zhvillime tendencioze në të ardhmen, ato gjeopolitike, se si do të shkojnë thotë në të ardhmen edhe në raport me Bashkimin Evropian, përmendi profesori se nuk janë dorëzuar si Bashkim Evropian apo nuk janë gjunjëzuar përballë kritereve, kushteve apo kërkesave që i ka parashtruar presidenti Trump, dhe kjo ndoshta do të jenë tani një lloj konfrontimi derisa të bie në ujdi, thotë në një marrëveshje të caktuar mes këtyre palëve në këtë rast. Profesor, keni desha të shtoj diçka se ne në pamjet të parë na duket sikur Europa nuk është e dorëzuar, por Europa më shumë bën përpjekje se sa nuk është e dorëzuar. Kjo lloj situate për mendimin tim Europën e ka kapur në befasi. Nuk kanë kapacitetet e nevojshme as edhe ushtarake dhe atë çfarë quhet domethënë ndihma të cilën Amerika e ka dhënë dhe po jep në aspektin ushtarak Ukrainës. Dhe jo rastësisht sot në bisedime është Ukraina me Amerikën dhe nuk është me Europën. Pesha e Amerikës në këtë rast nuk mund të anashkalohet. Europa shumë çka i mungon, po në veçanti aspekti sigurisë për cilën nuk është kujdesur as pak. Nuk ka asnjë lloj trupe sigurie dhe mos flasim për aspektin ushtarak. Janë shtete të veçanta të cilët kanë një forcë potencial, por janë në kuadër të NATO-s. Por lideri i NATO-s dihet domethënë se janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, andaj unë Europën e shikoj në një lloj përpjekje më shumë tentativ për të imponuar veten për të qenë pjesë e një marrëveshje në të ardhmen, jo vetëm të Ukrainës, por mendoj të një rendi të ri botëror i cili do të vijë në shprehje për të diskutuar, dhe sot Europën si gjithmonë e kemi të ndarë dhe nuk mund të flasim për një lloj uniteti ashtu siç e ka peshën amerikan. Ndaj edhe në këtë kontekst shqiptarët duhet të jenë shumë të kujdesshëm në hapat që hedhin drejt si thua aleancave për të cilat ne jemi përcaktuar, por sigurinë globale dhe neve na i sigurojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është bindja ime. Kjo është diçka tjetër, jo me individin, lidhemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është për momentin, duhet aspekti i zhdërvjellësisë, i politikës, i klasës politike shqiptare në këtë rast duhet analizuar me shumë kujdes zhvillimet të cilat ndodhin, një diçka që ne nuk e shikojmë dhe që na shqetëson, për faktin se e dim që në Kosovë ende nuk kemi një lloj qeverie. Uroj e shpresoj që ajo qeveri të ndërtohet ashtu si dhe realisht qytetarët shqiptarët të Kosovës dhanë votën, vota atyre është shumë e lexuar, është për një unitet të klasës politike, kështu janë të ndara palët dhe duhet të ndëgjuar me shumë kujdes edhe përcaktimi i votës, por edhe i aleancës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Paraprakisht desha dal aty ku në fakt edhe foli zotja Dili. Çfarë pasojash mund të ketë një SBA e tërhequr për sigurinë e Evropës? Sepse e dim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të jenë superfuqia botërore edhe ditës së sotme. Nuk bëhet fjalë për tërheqje apo izolim të Shtetit e Bashkuara të Amerikës, le të themi nga roli qenurit një perandori dhe polic i botës. Këtu bëhet fjalë për një shkëputje të marrëdhënieve me Europën dhe ndalim të sigurimit të sigurisë që e ka siguruar dhe le të themi rikthimin e saj tek disa le të themi tek disa partnerë tjerë apo tek çështje tek shtetet
tjera. Njëherë këtë ta shërojmë. Rreziku ku qëndron? Përveç asaj që tha zoti Adilin që Evropa është e vërtetë që s'është e aftë akoma, le të themi, apo nuk ka kapacitetin e nevojshme për t'i bërë ballë Rusisë apo kujdo qoftë tjetër pa ndihmën e Shtetit të Bashkuar. Përtej kësaj, rreziku kryesor është që me këtë çështje zoti Trump, le të themi, po na rikthen në para luftës së dytë botërore dhe po na rikthen tek teoria realiste që quhet në marrëdhënie ndërkombëtare, sipas cilës i forti mbyt doptin dhe i forti mbieton. Pra, teoria realiste është edhe teori se mund ta bëjmë një analogji me topat e bilardos, le të themi, ku ka një kaos i tërë dhe aty dhe i forti mbyt të doptin. Çfarë dua të them? Dua të them që me kërkesën për ta pranuar Zelenski dhe Ukraina territoret e humbura si territore të Ukrainës, pra i hapet rrugë çdo shteti tjetër të fuqishëm botë sot, po që se i fuqishëm hec pushtojnë një territor të caktuar dhe ky është legjitim dhe është i vendoset një precedent i pa parë paktën i pa legjitimuar, paktën pas luftës së dytë botërore. Dhe kemi një rikthim pas në trendin e tradicional ndërkombëtar ku mblidheshin 3 apo 4 të fuqishëm dhe vendosnin mbi tavolinë për fatin e shteteve tjera. Dhe tani si duket është qëllimi është me u bë një lloj bashkimi Rusi-Kinë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për me vendos për fatet e shteteve siç është Ukraina, por as më tepër edhe për ne. Pra kjo çështje është një rrezik për shtetet e vogla siç jemi ne, shtetet Shqipëria, Kosova, Maqedonia, veç mas Kosova e cila kanë problem të hapur, për arsye se ashtu që ndodhi në konferencën e Jaltës u mblodhën fortit dhe vendosen në zonat e influencës dhe ndan botën. Nuk është që tash realizmi ka qenë i humbur marrëdhënie ndërkombëtare, sigurisht realizmi gjithmonë ka qenë aty, por megjithatë ka pas një lloj konsiderate duke respektuar parimin e Wilsonit të vetvendosis, i cili le të themi ka qenë një lloj sigurese për popujt e vegjël. Në këtë mënyrë rrezikohen gjithë ato shtete që edhe janë pak fragjile, edhe cilët mund të kenë edhe një kojshi, një fqin i rrezikshëm. Tani nuk o faju i qytetarëve të Ukrainës që kanë që gjeografia në sigurisht është përcaktuese këtu e kështu me radhë. Zoti Shabani, ju si shihni çfarë pasoja mund të ketë Evropa nga Mendoj se kjo ndërprerja apo shkuqja prej aspektit të sigurisë apo kontributit në çështjen e sigurisë nga ana e SBA-s, një ndërprerje sado e pak të jetë, mund ta sjellë dot në Evropën në një rrezik të paparë, ndoshta. Nga se e dim se prej kohësh, thot në çështjen e sigurisë nuk është se ka qenë shumë aktive, thot Bashkimi Evropian në përgjithësi, madje edhe konfliktet që kanë ngjarë në Ballkanin Perëndimor, thot ndihma apo paqebërësit thot kyç kanë qenë thot Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përmendi profesori, ajo që mund të vuajnë më shumë janë pikërisht këto shtetet e vogla, të cilat thot akoma kanë çështje konfliktesh të hapura, siç është Kosova me Serbinë, po edhe në rastin e Maqedonisë së Veriut që kemi probleme edhe me fqiun bullgar akoma të padefinuara. Janë problematika të cilat mendoj se pikën e fundit në zgjidhjen paqësore e ka vendosur thot shtëpia e Bardhë në këtë rast. Andaj tërheqja e saj thot prej çështjes së sigurisë në aspektin global dhe në raport me Bashkimin Evropian, padyshim se mund të shfaqë një rrezik të paparë. Se ta një ndërhyrje e shkurtër tuni, pafuqia e Europës, sigurisht edhe për aspekti ushtarak, mbase nuk qëndrojnë edhe aq mirë, por nuk buron aq shumë nga mungesa e resurseve financiare dhe ushtarake, se sa qëndron tek diversiteti i Europës, buron nga vetë konstrukti i Bashkimit Evropian që për një vendim ty të duhet me i pyet 27 shtete të ndryshme. Po që se merr GDP buxhetin për ushtri që ndan Rusia dhe që ndan vetët e Bashkimit Evropian, ky buxhet po del gati se 10 fish më shumë se sa ajo që ndan Rusia. Rusia ka për momentin $70 miliard buxhet për ushtri, ndërsa BE-ja mund të ketë diku 300-400 apo 500 miliard. Po problemi qëndron tek procedura e vendimarrjes dhe kjo është ajo që e dobëson Bashkimin Evropian.
Mbase edhe ajo që e forcon Rusin kërshi është armat bërthamore, për ndryshe konvencionalisht. Nuk është që Rusia është edhe që e fuqishme, ne e pam se për mendimin tim, Ukraina për Rusin është një dështim total. Le propaganda që bëhet që Europa dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës e ndihmuan Ukrainën. Ato e ndihmuan atë sa ta vazhdoi luftën, jo sa ta fitoi luftën. Ishte një ndihmë ushtarake e kufizuar, për mendimin tim. Zotja Dili, ma komentin tuaj në këtë pjesë, por kemi edhe një moment të ri në fakt, pas bisedimeve të sotme, pas takimit tetorësh, Rubio ka deklaruar se ka marrëveshje me palën ukrainase dhe se tani topi është në fushën e Rusisë. Por cila mund të jetë kjo lloj marrëveshje, nuk sqarohen ato pikat e asaj marrëveshje, përveç se thuhet që do të ketë një armëpushim 30 ditor i propozuar. Ky plan është nga Ukraina, ose kanë rënë dakord bashkë me delegacionin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe pritet domethënë se cila do të jetë reagimi nga ana e Moskës. Një armëpushim nuk do të thotë domethënë që është zgjidhur gjithçka. Unë mendoj se nuk do të jetë e lehtë zhvillimi i negociatave, edhe për faktin e konjunkturave që tham këtu, se Europa do të synoj vazhdimisht për të qenë pale asaj marrëveshje se si do të jetë nëse do të ketë një marrëveshje afatgjate, por ajo çfarë të gjithëve neve na shqetëson dhe që e ndërlidhim me fatin e Ballkanit, e situatës në Kosovë, është ideja se mos kemi një lloj precedenti të ndarjes së territoreve, e cila do të reflektohet në Ballkan. Dhe jo rastisht unë mendoj që në Bosnë kemi këtë lloj zhvillimesh, jemi në prag, si thua, të ndarjes, ta them, të Republikës Srpskës. Jo rastisht ishte dhe ardhja e sekretarit të NATO-s në mënyrë urgjente, një ndërhyrje me nota jo diplomatike, por gjuha e tij ishte gati thuajse kërcënuese për palën tjetër. Por gjithsesi Rusia është e interesuar që konfliktin ta zgjerojë sa më në brendësi të Bashkimit Evropian për ta vlerësuar akoma më shumë. Dhe nëse do të kemi këtë lloj precedenti atje, atëherë kutia e Pandorës së ndarjes së territoreve mendoj që do të hapet jo vetëm në rajonin tonë, por edhe në vende të tjera që kanë kriza të ngjashme në botë. Po, sa mund të kemi një marrëveshje ku në tavolinë nuk ulen të dyja palët? Ajo do të ndodhi në aktin final, mendoj, por marrëveshja, po prap unë mendoj se duket qartë që demonstron forcën Amerika dhe Rusia dhe duan që të përsërisi një lloj jalte të dytë. Nëse në Jaltë kishim Rooseveltin, Churchillin edhe Stalinin, kësaj radhe është e përjashtuar Anglia në një farë mënyrë Europa, ta themi, dhe këtë lloj roli të dy polarit e marrin domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia. Nuk e dim se kush do të jetë qëndrimi i Kinës, padyshim që mund të jetë edhe ai një nga aktorët kryesor nëse do të flasim për zhvillime të reja. Sido që të jetë, ne këtu duhet të fokusohemi, kur them ne, klasa politike, gjithë qytetarët që të shmangin atë çfarë neve na ndodh në përditshmërinë tonë, një përplasje pa kuptim dhe të fokusohen në politikat realisht të përgjegjshme që duhet të ndërtojnë në raport me zhvillimet që ndodhin në botë. Zoti Shabani, si e komentoni arritjen e marrëveshjes së SBA-ve me Ukrainën për një armëpushim 30 ditor? Pikërisht Dhe mendoni që Rusia do ketë pajtueshmëri? Mendoj se, siç e thënë profesori Adili, është se një armëpushim, një arritje e armëpushimit 30 ditor, thotë është një kohë e limituar. Janë ditë të caktuara dhe çka pas. Do gjithmonë kur flasim për arritjen e paqes, vazhdimisht shikojmë se si të arrihet kjo një herë e përgjithmonë ose s'paku që jetë pak më afatgjatë. Nga se 3 vite konflikt që ka zgjatur do të mes Rusisë dhe Ukrainës, arritja një armëpushimi 30 ditor mund të sjellë edhe konflikte dhe tendenca për të shtyrë konfliktin më pas. Andaj edhe mos prezenca e palëve në arritjen apo në nënshkrimin e marrëveshjes, në dialogimin mes tyre, mendoj se do të qëndron edhe pak pezull. Mirë po, ekzistenca e fuqive të shteteve, si që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusia në këtë rast, edhe pa shumë dominimin e Ukrainës,
tregojnë qartë se ndonjëherë do të edhe mund t'i bartet faj apo do të t'i ngarkohen ato kërkim faljet Ukrainës për faktin se siç doli nga zyra ovale, do të ashtu i përbuzur, nuk është e çuditshme që edhe ky takim do të bëhet me imponim që të dominojnë sërish këto dy shtete të fuqishme, siç kanë qenë pra bipolare, do të SBA nga ana tjetër dhe Rusia të dominojnë vazhdimisht dhe dihet se afërsia mes presidentit Trump dhe presidentit Putin edhe në mandatin e presidentit Trump të kaluarën kanë qenë të afërta. Mirë po kjo qasje pak më e hovshme, më intenzive, do të ka bërë edhe zhvillime gjeopolitike më enigmatike dhe mbetet të shohim çdo ditë se çka do të sjellë rezultatet në vazhdim. Profesor, apo forcohet Rusia në këtë vakum diplomatik? Sigurisht, me këtë qasje të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sigurisht është një fitore kështu e dhuruar tavolin për Rusin, por jo vetëm për Rusin, forcohen gjithë, le të themi, ato shtete apo ato lider, parti politike, qarqe, cilat, le të themi, autoritarisë, cilat kanë një lloj, le të themi, simpatie pro Putinit apo pro Rusis. Tani kjo, le të themi, lajmi sot që pak është i gëzueshëm për arsye se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë rinisur sërish të, le të themi, ndihmën ushtarake, por sa i përket marrëveshjes, unë për vetë dua të jem modest, nuk është që i njohim dhe i dim detajet, bëhet fjalë për një marrëveshje shumë e madhe që përfshihen shumë aktorë, përfshihen edhe shumë element. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç e dini, kërkojnë Ukrainës, themi, pasuri natyrore në vlerë prej 500 miliard dollarësh. Tani, ku është ajo, ku qëndron problemi kryesor ndërmjet Zelenskit dhe zotit Trump? Problemi kryesor dhe shkaku, arsyeja e saj kacafytje në shtëpinë e bardhë qëndron tek garancitë e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Zelenski kërkon garanci ushtarake nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që një herë për gjithmonë ta ndalojnë Putinin dhe Rusin me këto ndërhyrje ushtarake që i bën në Ukrainë. Mos harroni që Ukraina së paku, po edhe unë mendoj kështu, ndjehet e tradhtuar së paku në 3 raste nga perëndimi. Nëse u kujtohet, në vitin 94 Ukraina u detyrua nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës t'i dorëzojmë armët bërthamore me garancionin që ne do t'ju mbrojmë. Garancionja jep të Amerika jep këto, edhe këtu Zelenski ka drejt plotësisht. Në 2014 Rusia pushtoi Krimen dhe asnjë reagim serioz përveç deklaratave deklarata formale që u bë marrëveshja në Bielorusi në Minsk, pra e 2014 dhe nuk respektua. Përsëri përndimi vazhdoi atë që tha zoti Jadili në fillim, pra ta shpërfill se edhe Europa Hitlerin e shpërfilli në 38 kur e pushtoi fillim Çekin. Me atë kohë 39 filloi pushtoi Polonin dhe filloi lufta e dytë botnore. Edhe prap do i përsëris, Ukraina dhe Zelenski nuk u ndihmuan ushtarekisht aq sa po mendojt apo aq sa ta fitoi luftën me Rusin. Dhe prandaj nëse e pa gjithë atë skenarin e përplasjes së zotit Zelenski me zotin Trump dhe J.D. Vance, sheri filloi në atë pyetjen kur ja boni Zelenski J.D. Vanceit për çfarë mjete diplomatike flitni ju. Se ai po flitet që do zgjidhni në mënyrë diplomatike dhe ai bën një pyetje. Për çfarë mjete diplomatike po flitni ju kur ky njeri nuk din të ndalet. Por çdo çopni tani thash prap do të them du të jam modest, ne nuk e dim edhe marrëveshjen çfarë përmban, presim se si do të zhvillohen gjërat. Si të qoftë pajtom për të qenë vazhdimsi të mendimit që 94-ën pikërisht këtu ndjen të tradhtuar jo vetëm Ukraina, por gjithë bota demokratike në kontekst të një sigurie që jepte Amerika dhe Anglia Ukrainës që të heqë dorë nga armët bërthamore dhe të ketë një lloj sigurie nga ana që mos ketë një ndërhyrje nga Rusia. Dhe kjo ndodhi, fatkeqësisht dhe nuk u respektoi kjo lloj marrëveshje. Atëherë si mund t'i besojmë një marrëveshje tjetër?
Dhe gjithë dilema qëndron këtu, jo vetëm për Ukrainën, mendoj unë, por edhe për të shtetet tjera që kemi edhe ne një varësi të kësaj natyre, se fatmirësisht në vitin 99 NATO dhe Amerika pas një lloj kusht e çliruan dhe bombarduan dhe i sollën pavarësi Kosovës. Por nuk e dim nëse kjo të nesërmen në ato bisedime që duhet të fillojnë dhe po zvarriten, do të ketë kushte të kësaj natyrës, për faktin se ja ku po e shikojmë në Ukrainë se vendosen kushte të këtilla të cilat domethënë flasin edhe për cënim sovraniteti, por edhe për një lloj shkëmbim në aspekt material nga ana e Ukrainës, siç mund t'i kërkohet edhe Kosovës. Prandaj them se ngjarjet janë ato burime. Nuk i ka ato burime, sidoqoftë që të jetë mund të jenë çështje bisedash, mund të jenë diskutime për faktin se dhe kemi ndëgjuar informacionet natyre ndryshme, qoftë për Ujmanin, qoftë për Trepçën, qoftë për pjesë tjera me të cilat burime energjetike posedon Kosova, që mund të jenë një lloj distrikti ose një lloj marrëveshje e ardhshme në mes këtyre fuqive të mëdhaja, por neve na intereson një marrëveshje me Serbinë, një sovraniteti plot ndërkombëtar i Kosovës, nëse do të kemi kushte të këtilla, nëse edhe ne nesër mund të ndjehemi të tradhtuar apo jo. Prandaj edhe kujdesi duhet të jetë jashtëzakonisht shumë i madh nga klasa politike në përgjithësi shqiptare dhe në veçantë padyshim në Kosovë, ku uroj që të jetë atillë e unifikuar. Po zotja Adili, si shikni faktorizimin e Rusisë në këto momente kritike? Faktorizimi po ndjet aroma e kësaj lloj pasigurie që sjell në vende tjera në rajonin ton, dha rezultat jo më larg se sa dje në Bukuresht kishim flak, kishim protesta, kishim zjarr, kishim një revolt jashtëzakonshme nga qytetarët për pse i kanë ndaluar kandidaturën për president një kandidat i cili është afër me Putinin. Pra shtrirja e asaj që tha edhe profesori, ndikimit të Rusisë tani më po vjen jo vetëm vendet më të afërta të Rusisë, por edhe në rajonin tonë, dhe mendoj se ka ndikim gjithashtu edhe në Siri, fatmirësisht që sot kemi në mos gaboj një marrëveshje, por për pak ditë u vra mbi 1000 njerëz në mes forcave të Asadit dhe të kryengritësve rebel. Dhe dihet se kush i mbështet forcat e Asadit. Pra, ndikimi i Rusisë përpiqet në këto situata që të jetë kudo e pranishme për t'i rrit influencën vetes nesër në një marrëveshje nga e cila do të përfitojë sa më shumë. Po, zoti Shabani, për mos t'ju ngelër borç, si e shihni ndikimin e Rusisë dhe pastaj do komentojmë edhe pozicionin e Maqedonisë në skenën ndërkombëtare. Deri tani kjo çështje që bisedum se thotë Evropa është pa arritshme, thotë në aspektin e sigurisë, padyshim se nga ana tjetër thotë Rusia pa rezervë e shfrytëzon mundësinë e dominimit dhe shtrirjes së saj, madje rrezikimi po diskutohet edhe në vendet e Ballkanit Perëndimor, thotë vende të ndryshme të cilat mund të kenë ndoshta bashkëpunime qofshin direkte apo indirekte ato. Një prej vendeve pra e dim se pak a shumë kanë raport me Serbinë, dhe dominimi sa më i hovshëm i Rusisë në arenën ndërkombëtare, padyshim se rajonet e prekura nga këto destabilizime mund të ballafaqohen me rreziqe të ndryshme. Përmendi profesori edhe në lindjen e mesme, thotë çështja ka qenë disa vite me radhë Rusisë në raport me ish presidentin e Sirisë Bashar Asad, i cili ka favorizuar dominimin e tij në Siri dhe dominime të cilat këto padyshim se konsiderohen destabilizuese, dhe as pak nuk janë madje i humbin shpresat për të arritur paqja deri në një moment të caktuar. Fatmirësisht tani atje pak vërehet gjendja më e stabilizuar dhe më e qetë, mirë po apet i kthehem çështjes së presidentit Trump, nëse me një arrogancë të tillë vazhdon ai në arenën ndërkombëtare, mendoj se do të ketë zhvillime të rrezikshme në politikën e marrëdhënieve ndërkombëtare, për faktin se në të kaluarën nuk e kemi parë të tillë. Them, është një kuti e mbyllur dhe e padefinuar,
pasi që me njëherë është shfaqur me një rigorozitet në arenën ndërkombëtare dhe kjo paraqitje e tij e rrit ndoshta edhe bashkëpunimin qoftë në mënyrë direkte apo indirekte me Rusinë, të cilit presidentit rus Vladimir Putin i jep qasje më të lehtë në çdo rajon që të depërton. Njëri prej tyre edhe rajoni i Ballkanit Perëndimor. Në kontekst të kësaj nuk duhet harruar diçka për mendimin tim, se gjithmonë fuqitë e mëdha gjejnë gjuhën e përbashkët. Dhe në kontekst të kësaj, shtetet e vogla duhet të kenë kujdes. Patërmbetja është shumë më e madhe nga shtetet e vogla kur përpiqen të luajnë rolin e faktorit të madh, për faktin se në politikë vetëm interesi bashkon, dhe ato i ka bashkuar interesi dhe në luftën e dytë botërore, por edhe më herët në aleanca të tjera, dhe tani do ndodhe atill. Andaj edhe në përditshmërinë politike unë shpeshherë ju them shokëve, kolegëve të mirë që liderët edhe subjektet politike do e gjenë rrugën e bashkëpunimit dhe të interesit, ruani veten nga përplasjet e panevojshme. Në kontekst të kësaj uroj që kujdesi dhe maturia të jetë e madhe e shteteve tona këtu në rajon në kontekst me këto zhvillime, se po prap gjuha e përbashkët e cila i lidh interesi do jetë pikërisht nga këto aktorët e mëdhenj të politikës botërore. Mirë, zotja Adili, tani do kisha dashur dalë tek vizita e kryeministrit Mickoski në fakt të qeverisë në Budapest, ku patën takim me qeverinë hungareze, me kryeministrin hungares Viktor Orban. Vizitat e Orbanit në këtë moment kritik, a përçon ndonjë sinjal dhe nëse po, çfarë sinjali përçon? Në pamje të parë nuk na pëlqen dhe realisht ashtu duket, por duhet të mendoj unë, domethënë që jemi realist. Maqedonia që në periudat e hershme, mos them që në periudat e lashësisë në aspektin gjeografik, ka qenë një urë lidhëse e interesave edhe të perandorive. Edhe kjo Maqedonia e ditëve të sotme po lëkundet mes interesit të lindjes edhe perëndimit. Dhe kjo lëkundje dihet se si ndodh. Qytetarët apo komuniteti i maqedonëve për lidhjet e natyrshme që kanë të gjakut, të gjuhës, të besimit e kështu me radhë, kanë interesin në lindje. Ndërsa pala shqiptare, interesin tonë e kemi realizuar gjithmonë të mbijetesës edhe të rastit të fundit me Kosovën përmes aleancës të shteteve të perëndimit. Mendoj se ky ballafaqim, herë i heshtur, herë domethënë që na ka ndodhur përplasje, është evidente edhe në politikën ditore, e cila neve kemi shpresuar se mund të ketë një klim tjetër. Edhe këtu duhet domethënë, si thua, analizuar dhe nganjëherë jo për ta parë vetëm aspektin e errët të vendimeve të cilat nuk na pëlqejnë të Donald Trumpit. Janë derdhur me miliarda dollar në Ballkan nga USAID-i, në vendet tona, për të krijuar një klim sa më demokratike, për t'i ofruar popujt, për të ndërtuar institucione sa më solide. Dhe ne në fakt nuk kemi qenë të përgjegjshëm, vendet e rajonit edhe politika shqiptare në kontekst me ndihmën që kanë marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe nga perëndimi. Jemi treguar të papërgjegjshëm dhe kemi ushqyer vazhdimisht politika nacionaliste nga të dy krahat, pa amnestuar as shqiptarët as palën maqedonase. Dhe unë kështu e shikoj edhe lëvizjen e Mickoskit në raport me Orbanin. Realisht, neve pritnim që nga momenti kur do të krijohet qeveri në Bullgari, që presioni ose të paktën të ketë iniciativa nga qeveria e Maqedonisë që nëpërmes një ndikimi në Bashkimin Evropian të përpiqet të krijojnë domethënë një lloj ure bashkëpunimi ose për të filluar negociatat me Bullgarinë për një lloj hapje deri në anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kjo nuk ndodh, përkundrazi, vajtja ose ardhja e Orbanit këtu, marrja kredit 1 miliard euro, tani e gjithë qeveria atje flasin qartë që Mickoski ose kjo lloj qeverie tani më po i bën një lloj karshillëku, do të thosha, Bashkimit Evropian që luan rolin e Vučićit, i cili ka luajtur deri tani në raport me Bashkimin Evropian edhe me Rusinë, por edhe me Amerikën. Por Maqedonia është shumë e vogël për të luajtur atë lloj roli, qoftë edhe të Vučićit apo të Serbisë. Andaj uroj e shpresoj që ndikimi të jetë pak më i madh, të reflektohem në këtë drejtim,
Një nga sinjalet e mira të cilët ne kemi prej ditës së djeshme është që Parlamenti Evropian vendosi që të hapi zyrën e ndërlidhjes në Tiranë për integrimin e vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian, që do të thotë se kjo zyrë ndërlidhëse do të ndihmojë ndoshta edhe Maqedoninë për procesin e negociatave me Bullgarinë, por ajo çfarë ne po shohim, të paktën ajo çfarë duket në sipërfaqe, nuk kemi pas një lloj vullneti nga kjo qeveri që të krijojë një lloj impakti, ndikimi për të krijuar këtë lloj lidhje që të vazhdojnë negociatat edhe të hapet dera edhe për Maqedoninë e Veriut për të anëtarësuar në Bashkimin Evropian. Kundërta do të ngelim një vrim me zezë edhe padyshim do të jetë një burhim krize dhe destabiliteti. Profesor, si është vizitën e Mickovskit te Orbán? Po, kështu tash kjo pikë pari nuk do ishe pajtuar që është një lidhje, le të themi, lidhje kështu mbi baza gjaku. Kjo është lidhje ideologjike mbi të gjitha. Tani një nga rreziqet apo një nga qasjet e zotit Trump, një nga rreziqet që sjell kjo qasje e zotit Trump është forcimi i liderëve autoritarë dhe tendencave autoritariste në gjithë Europën dhe në gjithë botën. Nëse e shihni, pra, miqtë kryesorë të zotit Trump në Europë janë pikërisht to lloj liderësh. Është Orbani, është Meloni atje në Itali, është Alternative for Deutschland, AFD-ja e Gjermanisë, e kështu me radhë. Dhe ky parafrim i zotit Mickovski me administratën Trump rend parë dhe me Hungarinë, gjithsesi me liderin e atij shteti, që është një raport edhe personal, pak a shumë, apo partijak, se vëmërot dhe përmëneja ka pas të lloj lidhje që nga koha e Gruevskit me Orbanin, është një lidhje ideologjike, rend parë dhe rend nga një ranë dhe nga ana tjetër është një, le të themi, shprehje që tha e zoti Adili, është një lloj karshilloku ndaj Europës apo shprehje e hatërmbetjes që ka Maqedonia apo VMRO-ja karshi Bashkimit Evropian, me arsyetimin që ju nuk i qëndruat premtimit tuaj që ne pasi ta ndryshojmë emrin kushtetues, nuk do kemi probleme në proceset tona euro integruese. Nga ana tjetër, pra këto lloj lëvizjes të zotit Mickovski edhe paraprakisht edhe në Turqi janë një tendencë për me akumulu, le të themi, pak kapital apo me sjell ndonjë lloj investimi nga andej që më pas me arsyetim mos bënien e ndryshimeve kushtetuese dhe ngecjen e Maqedonisë në rrugën euro integruese. Ka edhe një diçka tillë që përflitet kështu, le të themi, na për muhabete kafenesh, VMRO-DPMNE seriozisht apo le të themi kështu shprehem, besojnë që administrata Trump do t'i ndihmojë atyre në zgjidhjen e kontekstit me Bullgarinë, duke i pranuar kushtet pak a shumë apo kriteret cilat i vendos VMRO-DPMNE-ja për t'i bërë këto lloj ndryshimesh, e ajo është pra ajo me efekt të vonuar, ky është ajo parimi tyre kryesor. Për mendimin tim një diçka të tillë nuk mendoj se mund të ndodhë, që administrata Trump do të vinë atë pikë që t'i bëj presion Bullgarisë, e cila realisht, tani e përmendje edhe zoti Adili, por nuk do pajtojmë që Maqedonia kanë ndonjë pozitë të rëndësishme gjeopolitike. Kjo është një mit për mendimin tim që është krijuar që Maqedonia është zemra e Ballkanit, e Maqedonia s'ka asnjë lloj pozite gjeografike, një shtet i konservuar brenda pa dalje në det, dhe tani kur e krahason ti pozitën gjeostrategjike të Bullgarisë, e cila është lind parë tani me Rusinë, andaj si ka dalje në detin e zi, nuk mendoj që do bëhet një lloj presioni nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës Bullgarisë në le të themi për ta privilegjuar Maqedoninë në këtë rast. Janë disa
për mendimin tim, kjo lloj politike vëmëro DPMN-s base është pak e përshpjetuar se është shumë haptazi që është të i boni karshillok Bashkimit Evropian, veç mas me marrjen pjesë në atë rezolutën ku ishte edhe ko parashtruesi i kësaj, ko sponsoruesi i kësaj, gjithë mendoj që nemi shumë shteti vogël për me hyrë këto pazare, këto politika të mdoja se fundja datë që tha Zoti Adeli, ato të mdejt një ditë shumë shpejt do merren vesh, ndërka që neve do i pësojmë të vegjit. Do i pësojmë, nuk o që është askush nuk o kundër marrëdhënieve të mira me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ideo që megjithatë fundit ti synon për integrim në Bashkimin Evropian, jo në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mendoj që Maqedonia do duhet ishte pakës më e kujdesshme në këto hapa. Kundër replik? Jo, kundër replik është bisedim shumë vicor padyshim. Kur unë thash lidhje gjaku, e kisha si thua iden me lidhjen që kam për Rusinë, edhe një nostalgji për ish Jugosllavinë. Dhe kjo është krejtësisht e natyrshme tek pala slave. Dhe kjo lëkundje them, ideologji ka mbajtur ashtu kjo lloj lëkundje e ka mbajtur Maqedoninë, domethënë peng në mes interesit të perëndimit dhe ligjes, duke shpresuar gjithmonë në ringritjen e një lloj perandorie të tjetër, domethënë me ndikim të Rusisë apo të një mini Jugosllavien përmes asaj që quhej Open Balkan. Tani ne jemi vëzhgues të përditshëm dhe i shohim qasjet edhe bindjet qoftë edhe të opinionistëve apo të qytetarëve të rëndom që ndikohen nga këto rrethana në krahun tjetër. Ashtu siç edhe ne kemi preferencat tona dhe realisht jetojmë në një botë domethënë të ndarë, do ta thosha. Dhe pavarësisht se është kjo Maqedoni e vogël, sherrri dhe tragjeditë e mëdha dalin nga dyrët e popujve të vegjël. Kështu na ka mësuar historia dhe jo rastisht kanë filluar edhe luftrat botërore në këtë pellg, si thua, të këtij rajoni. Por klishe mund të jenë, por në qoftë se po prapi kthehemi tezës të gjenezës së bisedës sonë. Në qoftë se do të kemi një precedent të shkeljes së sovranitetit në Ukrainë, mendon që kjo mund të jetë një vatër zjarri edhe në rajonin tonë, kudo qoftë se ku mund të shpërthejë ajo. Do të thotë se në kuptim të kësaj ka pesh, padyshim edhe Maqedonia në këtë rajon, që mund të jetë më kupton një vatër ka një lloj peshe, por jo rastisht ndodhin edhe këto lloj neglizhencash, edhe këto paqartësi në përcaktimin e politikave. Pajtohem krejtësisht që u ndje tradhtuar Maqedonia, se kështu u premtuar mbas marrëveshjes Prespës, në këtë drejtim ka të drejtë që duhet marrë një lloj garance, dhe kjo garancë pajtohem domethënë presin nga administrata Trump. Që nuk do vi për mendimin. Se sa dhe kur mund të vi, nuk e di, por mendoj që kalkulohet edhe në aspektin politik për faktin se ne bëmë më shumë politik ditore, jemi popull edhe vende të vogla për të bërë politikë të madhe, pajtohem, zgjedhjet lokale janë shumë afër dhe në kontekst të kësaj nuk mund të bëj një veprim të asaj natyre vëmërose humb elektoratin e tij. Zoti Shabani, si e komentoni vizitën e Mickoskit te Orbani dhe përmendi profesori Aliu që Maqedonia e Veriut ishte bashkë sponsorues të rezolutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ukrainën, por nuk e mbështeti atë të Bashkimit Evropian. A ndikon kjo në që të largohet Maqedonia e Veriut nga kursi euroatlantik? Shikuar kronologjikisht, Maqedonia e Veriut edhe në kaluarën, kur ka qenë vetëm Maqedoni pa ndryshimin e emrit, ka pasur një afërsi me Hungarinë, edhe kryesisht me presidentin Orban. Madje edhe kur ka qenë kriza politike brendshme këtu tek ne, diku në vitin 2017, thotë që atëherë pastaj intensivisht janë forcuar lidhjet me këtë vend. Tani kur një parti, thotë si vëmëro do pëmëne, që për mendimin tim nuk ka ndryshuar metodologjinë e politikë bërjes në vend, ndoshta me ndryshimin e figurave unë nuk mendoj se ndryshohet edhe metodologjia. Kjo dëshmojmë që ka bërë një qasje të shpejt kryeministri Mickoski në takimet përshpejtuara që i ka bërë me qeverinë hungareze, madje edhe pranimin e kredive të ndryshme, për cilat flitet se në mënyrë indirekte mund të jenë edhe kredia po
mjete financiare nga shteti i Kinës, dhe këto lloj lidhjesh do të shikuar dhe nëse i bashkojmë këto enigma, atëherë del se qeveria e tanishme e VMRO-s afërsinë me kryeministrin Orban, edhe me Hungarinë, dhe tani dominimi i presidentit Trump në arenën ndërkombëtare e shohin si më komode dhe më të afërt. Pastaj edhe kjo skepticizmi ndaj Bashkimit Evropian, që pas marrëveshjes së Ohrit nuk do të kenë kushte apo kërkesa tjera, në një farë forme mund të jetë edhe skepticizëm i drejtë, mirë po jo të mirët hof dhe të kundërshtohet, për shkak se profesori Aliu gjithashtu përmendi se nuk jemi një fuqi që do thotë vazhdimisht me Bashkimin Evropian të konfrontohemi, dhe gjetja e një plani B apo lidhjeve tjera, do thotë me vende tjera, mund të na ofrojë një zgjidhje më të përshtatur dhe më delikate. Ndoshta afërsitë me apo bashkëpunimet që mund të jenë të ardhmen me Republikën e Turqisë mund të jenë vetëm në aspektin ekonomik. Mirë po, kursi eurointegrues i Maqedonisë nuk duhet devijuar për mendimin tim, edhe nëse këto mund të jetë periudhë afatgjate, për shkak se e vetmja rrugë dhe vetmja çështje që i nevojitet si Maqedonisë Veriut, por edhe të rajonit Ballkanit Perëndimor, është integrimi i plot i rajonit në Bashkimin Evropian, i cili padyshim, siç folëm më parë, do të rrisë atëherë edhe sigurinë në rajon dhe do të forcohet ndoshta edhe Bashkimi Evropian në tërësi. Profesor, kur jemi te euroskepticizmi, domethënë kemi parasysh që në vendin tonë edhe në anketat e bëra nga institute relevante, del që kemi një dallim të madh në mes dy komuniteteve më të mëdha në vend. Domethënë shqiptarët janë më shumë për Bashkimin Evropian, ndërsa vret një skepticizëm më i madh tek pjesa maqedonase. Kur jemi edhe taj diskutimi që përmendi zotja Adili që Maqedonia e Veriut është një vend specifik për sa i përket ndikimit të saj në rajon, pasi që është e populluar nga disa etni në vend. A mund që kjo të përbëjë një problem në një të ardhme të afërt? Sigurisht, kjo gjithmonë ka qenë një problem. Ky diversiteti kulturor, gjuhësor që kemi ne këtu, gjithmonë ka qenë një pengesë për ecjen para. Po e kam në aspekt politik, domethënë. Sigurisht, po kjo më pas reflekton në 34 vjet akoma po merremi me çështje etnike, duke na shkaluar shumë çështje tjera të rëndësishme, ekonominë, arsimin, shëndetësinë, e kështu me radhë. Por do të them që Maqedonia mbi gjithë është shteti dështum komplet. Një shtet i cili fatkeqësisht s'ka arritur asgjë përveç të këtyre kacafytjeve, zënkave, cilat në kanë ardhur majt hundës që këto 34 vjet, dhe sigurisht një shtet i stërmbushur me korrupsione, me gjitha afera pa fund. Dhe fatkeqësisht kjo po vazhdon. Edhe tani, edhe le të themi kjo qeveria, më saktë VMRO do përmenej përsëri po mundohet tani me gjetë arsyetime ndryshme për me u aratiz nga përgjegjësia e ndryshimeve kushtetuese dhe rrjedhimisht nga procesi integrues. Sigurisht moralisht apo parë nga një prizme etike, Maqedonasi kanë edhe mbase drejt për një hatërmbetje ndaj Bashkimit Evropian, pikërisht për këto pengesat që ndodhen me Greqinë dhe Bullgarinë. Por megjithatë, real politika është e tillë, ne e pamë, Ukraina ka moralisht drejtën e 100% drejtën e Zotit, por real politika është kjo dhe Krimen, Donetsku dhe ajo tjetra tani do aneksohen. Do aneksohen. Edhe këtu, Maqedonisë është bën një lloj padrejtësie, por megjithatë duhet të kaluar vetja në kontekstin e Niçes, pra për një të ardhme më të mirë, dhe pikërisht do vinë pyetjen tuaj kudhave që Maqedonia, edhe pse është NATO,
por edhe me këto konstelacione geopolitike, por edhe nga presioni mundshëm shqiptar një ditë mund të rrezikohet ekzistenca për arsye se atë që thale integriteti territorial. Po këto konstelacione gjithçka është e mundur. Thjesht një ditë shqiptarët mund ta bëjnë edhe një pyetje se pse ne duhet me pagu një çmim të tillë kur Shqipëria shihni është tu përparuar me hapa të shpejt në drejt Bashkimit Evropian e kështu berat. Por problemi nuk qëndron tek ajo se sa janë shqiptarët pro Evropës dhe Maqedonasit. Ideja është këtu po shohim një zvaritje qëllimshme të procesit eurointegrues dhe një hezitim i qëllimshëm. Pse mendoni ashtu? Thjesht, unë të i shoh në terma, analizojnë në terma sociologjisë, politologjisë, thjesht është çështje mungesë totale përgjegjësisë dhe vetdijes mbi Europën. Ne flasim çdo ditë jemi evropian, jemi pro-amerikan, por evropianizmi dhe amerikanizmi nuk mbaten me fjalë deklarative. Është shumë e thjeshtë. Europa, Amerika vetë janë vlera, është demokracia, liria, shteti së drejtës, mirëqenia ekonomike dhe sa ti i ke përqafuar, i ke përvesuar këto vlera. Kur bëjmë një aspekt krahasimtar, sheh që ti je shteti apo shoqëria më anti-europiane dhe më anti-amerikane. Dhe mund kujtohet në vjeshtën e 2023-s, ambasadori atëherë i Holandës në Maqedoni tha një fjalë të mirë, ju tha i doni paret tona, nuk i doni vlerat tona. Po e tha kështu në mënyrë drejt për drejt, tha ju doni parat tona, jo vlerat tona. Dhe nga ajo që shohun tani, ajo që shoh tani është që ne do vazhdojmë me avazin e vjetër për të hedhur qytetarëve kështu pluhun sy, do grindemi me këto çështje etnike, jo gjuha, jo flamuri, jo ky, jo ai, ndërsa korrupsioni, degradimi, dekadenca do vazhdojnë. Do vazhdojnë sigurisht do vazhdojnë. Është për të ardhur keq. Zotja Dili, mund të vijë një kohë kur shqiptarëve do t'ju mbushet kupa dhe do thonë, do dalin ndoshta me kërkesa të reja. Në aspekt të mbushjes së kupës, gjithsesi po prapë shqiptarët duhet ta shikojnë interesin e vet në lidhje, në përputhshmëri me interesin gjeopolitik të aleatëve tanë. Dhe nuk duhet jemi ne ato çfarë nesër mund të japim të drejt dikujt tjetri të na akuzohet, na drejtojë gishtin si një popullat destabilizuese vazhdimisht e këtij rajoni. U pajtuam, do me thënë që ne për 30 vite kemi marrë fonde nga jashtë, edhe prandaj dhe këtu i jap të drejt Donald Trumpit, të cilat janë keq përdorur që i ndaloj të USAID-it, janë miliarda dollar, dhe që ne nuk kemi arritur as pak, do me thënë, t'i vendosim në funksion për atë çfarë ato para janë dedikuar këtu. Në kontekst të kësaj kam bindjen nganjëherë sikur janë lodhur ndërkombëtarët dhe amerikanët edhe me ne shqiptarët. Duhet të shohim jo më larg se sa sot. Në presidencën në Beograd të Serbisë qëndroi djali i Donald Trumpit, që nuk e ka imagjinuar asnjëherë mendja e një shqiptari që mund kjo të ndodhi në vitet 90-ta. Ajo nuk përsëritet. Këto janë sinjale që realisht se janë fluide edhe aleancat. Nuk janë, domethënë, të përjetshme. Dhe në qoftë se ne nuk jemi serios përballë aleatëve tanë, natyrisht se në një moment edhe mund të penalizojnë, të ndëshkojnë. Grenelli e dim se kush janë lidhjet e atij edhe me Vučićin. Ndikimi i Blagojevićit, guvernatorit të Illinoisit, i cili ishte i burgos në vitin 2012, kur ishte Trump në detyrën e parë si president, ja fali disa vite, ka qenë bashkë me Grenellin, personi cili ka lobuar në komunitetin sërb në Amerikë dhe që janë pritur edhe në rezidencën e Donald Trump në Florid nga qershori vitit 2024. Aty ku edhe Ranko Ristić, pronari i zastavës, i cili ka një lidhje tregtare për armët të cilët i shet në Amerikë, është pritur në rezidencën e Donald Trump si një nga miqt e amerikanëve që kanë lobu për ardhjen e Donald Trumpit. Një nga projektet për të cilat ka ardhur, mendoj sot,
djali Donald Trump është ndërtimi i qendrës Trump Tower, e pesta në botë. Në botë që do ndërtohet, që është në plan, që ka qenë më herët në plan, për të ndërtuar në Beograd. Kjo është domethënë një sinjal i cili realisht duhet neve të na vendosi përballë një përgjegjësirie shumë të madhe dhe të lartë. Andaj, po e ripërsëris, ndoshta edhe mund të bëhemi mërzitshëm dhe për ju edhe për ato që na ndëgjojnë. Por ne po gjendemi në këto momente përballë një situate, sfidave të reja, me të cilat do të përballemi dhe që në shikimin tim, në bindjen time qofsha i gabuar, nuk shikoj një lloj serioziteti për t'i trajtuar këto lloj situatash me atë lloj përgjegjësirie që duhet trajtuar. Në kontekst të kësaj, shqiptarët edhe në qoftë se do t'ju mbushet kupa, por në qoftë se nuk do të kemi mbështetjen e këtyre aleatëve, është kjo kupë e mbushur dhe e derdhur pas një lloj efekti. Andaj, duhet fillimisht ndërtu politika të matura, me strategji, të mirë menduara dhe në bashkëpunim me aleatët tanë. E kundërta e kësaj mund të na penalizojë dhe të gjendemi përballë një situate që pastaj mund të fajsom këdo, por faji do të jetë i të gjithëve, veçanërisht i atyre që marrin përgjegjësi për të na qeverisë. Kështu që në këtë rast po prap jap atë mesazh mbi të gjitha urat, ajo çfarë duhet të ndodhi në Kosovë është ashtu siç realisht ka porosit vota e qytetarëve shqiptar të Kosovës për një politikë të unifikuar, le të kemi një qeveri të unitetit. E kundërta e kësaj mund të na në këtë kontekst vizita e nesër Rusës në Kosovë. Unë mendoj se të gjithë Sekretari General i NATO-s. Sekretari General i NATO solli një lloj garance, por jo me të njëjtin zë me të cilën foli një ditë përpara në Sarajevo në Bosnë. Ishte më i rezervuar dhe mesazhi aty ishte që shqiptarët e Kosovës, qeveria, klasa politike duhet të jenë më fleksibil në bisedime dhe karshi integrimit të Bashkimit Evropian në këto negociata. Dha një deklarat më shumë politike se sa ushtarake, për faktin se dihet që KFOR-i garanton kufijtë e jashtëm të Kosovës, por procesi i bisedimeve është shumë i rëndësishëm se si do të zhvillohet. Dhe ai procesi i bisedimeve mund të jetë më efikas, më produktiv atëherë kur ne kemi një lloj uniteti, jo kur njëra palë e pranon dhe tjetra akuzon, kështu do të kemi një zvarritje pafund, e cila mund të na çojë në një situatë si në Ukrainë që vendosi Zelenskin përballë faktit merre ose leje, se e këtill mund të jetë edhe të nesërmen, pritet Grenell të jetë në Kosovë, në vizitë, dhe kam bindje që klasa politike atje pret me kërshëri se kush do të jenë sugjerimet apo deklaratat e atij të cilat do të jenë dhe orientuese për krijimin e qeverisë. Jo më pak edhe këtu është situata e degraduar, pa i thonë krejtësisht me profesorin, gati e turpshme, në atë çfarë na ndodh në jetën e përditshme, që një përplasje e pa kuptim që na ndodh mes klasës politike, por reflektohet edhe në jetën e qytetarëve, dhe kjo as kërkujt nuk i shërben përveç se ne dukemi gjithnjë e më keq dhe as pak serios dhe jo një komunitet apo një popullat me vlera qytetëruse për ato para që kanë derdhur dhe që ka thënë ambasadori holandes, e kundërta po na ndodh dhe kjo realisht shqetësuese. Zoti Shabani, jemi në fund të emisionit, do kisha dashur ta përmbyllim këtë me këtë çështje që e diskutuam me zotin Adili, ndikimi i administratës Trump të shqiptarët, si pritet të jetë dhe çfarë sinjalizon vizita e sekretarit general të NATO-s Mark Rutte në Kosovë. Fillimisht mendoj se vizita e sekretarit përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte sot në Kosovë ka qenë që për të shtuar nivelin e sigurisë të Kosovës dhe në të ardhmen do që të hapëron Kosova drejt antarësimit të NATO-s dhe nga ana tjetër do të shkon drejt normalizimit të marrëveshjeve dhe bisedimeve në raport me Serbinë. Çdo stagnim dhe çdo paraqitje e kushteve ndonjëherë të arsyeshme apo të pa arsyeshme mund të mbetet në status quo që është vetë Kosova. Dhe kjo mund t'i pason edhe disa vite apo ndoshta edhe dekada që gjendja mos të ndryshon as pak. Andaj kjo vizitë dhe siç e përmendi edhe ai vetë se
ekzistenca e KFOR-it në Kosovë është ekzistencë që simbolizon dhe rrit nivelin e sigurisë për kufit e jashtëm të Kosovës dhe antarësimi i Kosovës në Aleancën Veriatlantike është më se e nevojshme në rajon në këto turbulenca geopolitike që ndodhin brenda dhe jashtë rajonit të Ballkanit perëndimor. Sa i përket çështjes me administratën Trump, qeverisëve shqiptar në përgjithësi që janë në rajon, disa prej qeverive ose kryesisht themi në Shqipëri kanë afërsinë dhe komoditetin me administratën Trump dhe nga ana tjetër qeveria aktuale e Kosovës pak qëndron sa e shumë me hezitim përballë Donald Trump se çfarë do të ndodhë në të ardhmen apo se a favorizon administrata Trump më shumë Serbinë në rajon dhe të gjitha këto mendoj se mbeten çështje që do të shihen në të ardhmen se çka do të konkludohet në fund fare. Po atëherë nëse nuk keni diçka për të shtuar, unë do ju kisha falenderuar që ishit pjesë e emisionit tonë dhe do ju kisha falenderuar për këtë bashkëbisedë. Faleminderit juve për ftesën. Urojmë e shpresojmë që të ulen armët e përplasjes dhe të vendasim më shumë forcën mendare dhe përgjegjësinë përballë situatave të cilat presim të na ndodhin. Atëherë shikues të nderuar, ju falenderoj edhe juve për vëmendjen. Nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.